Linjat ajrore europiane po përballen me mungesa të mëdha karburanti për avionet, ndërsa konflikti i vazhdueshëm në lindjen e mesme ka ndërprerë furnizimin dhe rritur kostot e karburantit. Sipas të dhënave nga shoqata ndërkombëtare e transportit ajror IATA, kostot globale të karburantit për avion janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i konfliktit nga $85 deri $90 për fuqi në $150 deri në $200 për fuqi. Përveç rritjes së kostove të karburantit, shumë linja ajrore europiane po përballen me një situatë ku karburanti avionëve nuk është i disponueshëm edhe me çmime të larta, me inventarët në disa rajone të mjaftueshëm vetëm për disa javë. Kjo krizë e karburantit të avionëve po paraqet një sfidë serioze për industrinë e transportit ajror. Fatih Birol, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, tha se rezervat e karburantit për avion në Europë përpaksohen në mënyrë të rrezikshme dhe nëse situata në lindjen e mesme vazhdon të prish furnizimet, disa fluturime së shpejti mund të detyrohen të anulohen. Kohët e fundit disa linja ajrore europiane, përfshirë Lufthansa të Gjermanisë, transportuesin kombëtar holandez KLM dhe Virgin Atlantic, kanë miratuar masa të tilla si pezullimi i itinerareve të fluturimeve, anulimi i disa fluturimeve dhe rritje të tarifave. Ekspertët e industrisë besojnë gjerësisht se me kërkesën që mbetet e pandryshuar, pamjaftueshmëria e kapacitetit të transportit dhe çmimet e larta të biletave do të imponojnë kufizime të mëtejshme në udhëtimet për europianët. Europa prej kohësh është zhvarur shumë nga furnizimet me energji nga lindja mesme. Sipas të dhënave nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, lindja mesme më parë përbënte 75% të importeve neto të karburantit për avion në Europë. Bllokada e ngushticës së Hormuzit e ka sjellë drejt për drejt këtë kanal kryesor furnizimi në një ndalesë pothuajse të plotë, duke bërë që importet e karburantit për avion në Europë të bjenë në nivelin e tyre më të ulët që nga marsi i vitit 2022. Përveç kësaj, për shkak të konfliktit, fluturimet me distanca të gjata që nisen nga Europa janë detyruar të ndërrojnë itinerar rreth hapësirave të caktuara ajrore, duke rezultuar në kohë më të gjatë fluturimi dhe distanca më të mëdha, gjë që nga ana tjetër ka rritur konsumin e karburantit të avionëve dhe ka mbajtur kërkesën në Europës vazhdimisht të lartë. Analistët e aviacionit thanë se edhe nëse rifillojnë transportet detare përmes ngushticës së Hormuzit, do të duhen disa muaj që prodhimi i karburantit për avion dhe sistemi i transportit të kthehen gradualisht në nivele normale.